I kam thënë gjithë shka që kisha për thënë në mbledhje. Vendimarrja e Partisë Demokratike, e cila ishte e paqartë në shumë situata, bën përgjegjës. Tani, dorëheqja ime apo dikuj tjetër këtu, qetëson vetëm një gjë, Edi Ramën dhe shërbëtorët e tij. Shkruar nga Ervin Saliani. Ai nuk është thjesht një gabim politik, as vetëm idiot apo i përdorur si gojë prishur për të zhvendosur vëmendjen. Ka njerëz që mbajnë flamurin për ideal. Ka nga ata që përdorin flamurin pa ideal për të goditur çdo që u del përpara. Ai është produkt i qëllimshëm politikës së pistë, pazareve, shërbimeve, në ushtrim dhe tregti interesi. Një figurë që ka shitur gjithçka që ka pasur mundësi. Parime, njerëz, zona, zgjedhje, mjafton të ketë pak pushtet dhe përfitim personal. Modeli tim mban shumë qytetar larg politikës dhe shumë profesionist larg Partisë Demokratike, por nuk do e lejoj. Është akuzuar publikisht nga kolegë për lidhje me krimin organizuar, përfshirë Suel Çelën. Sot, një gazetar opozitar dha dëshmi politike për takime me Mulin dhe me Suel Çelën. Dhe unë do të postoj videon. Si kjo ka dhe akuzat të drejt për drejta për pazare me ministra, për shërbim ndaj oligarkëve dhe për rol aktiv në mbajtje në këmbë të regjimit të Edi Ramës. Në Kukës u denoncua nga kandidati ynë se shiti bashkim për interesa të ulta, duke i hapur rrugë Safetgjicit dhe rrethit kriminal që e shoqëronte. Për këtë arsye është në ngrada nga demokratët e Kukësit, në ngrada politike, mes atyre që ai tradhtoi. Një humbës serial, fytyra e dështimit në çdo palë zgjedhje që nga viti 2013, por gjithmonë fitues në pazare personale. Kam ditë që dëroj baltën për hir të demokratëve, me bindjen se duhet të heshtin për të qëndruar përballë qeverisë, por disa si ky pas kanë interesin e kulltukut jo të demokratëve. Personalisht, vetëm kam denoncuar bandat e kartelet nga jugu në veri, e kur më akuzon për lidhje me krimin një njeri si Flamur Noka, që nuk kalon dot as kufit, as detin dhe as oqeanin për shkak të korrupsionit, grabitjes së pronave të varfërve, apartamenteve të pastreve dhe tregtisë së vendeve të punës, nuk është sulm, por dëshmi që jam në rrugën e duhur. Nga Elbasani, që Suel Çela është angazhuar për të telefonuar, pra për të kësënuar dhe shantazhuar demokrat që të mos merrnin pjesë në foltorin e Sali Berishës dje, por të marrin pjesë në një foltore tjetër. Sot në mbledhje kanë thënë 5 deputet që i ka telefonuar dhe e pranoi dhe vetë Saliani. Tani këto janë budalliqe që unë nuk kam takuar në asnjë moment asnjë personalitet të krimit. Një medalje nderi në luftën kundër krimit dhe karteleve kriminale politike. Për lidhjet me Ergy Sagasin, prisni dhe pak dhe do të shihni. Bizneset, oligarkit dhe bashkëpunimet. E vërteta ka këtë zakon. Del gjithmonë dhe nuk pyet as për zhurmë e as për mbrojtje politike. E sa më përket mua, zero lidhje me këtë kategori. Kaq për sot. Për çdo përmendje tjetër do të sjell dëshmi, fakte dhe do të demaskoj çdo pacipëzi që thuhet. Shkrua ndër të tjera Ervin Saliani. Shënimi redaksisë së Koha Jon. Akuzat e zotit Saliani janë të forta dhe alarmuese, por redaksia mbetet e hapur për të botuar dhe reagimin e zotit Flamur Noka. Editoriali Koha Jon.